Zjarri rënë prej mbrëmjes së të premtes në malin e Shëngjinit pranë lagjes Sak vijon të jetë aktiv por me intensitet më të ulët. Forcat zjarfikse të Lezhës dhe ato të ardhura nga Vauidejes dhe Tirana kanë punuar pa ndërprerje për vënien në kontroll të flakëve, ndërsa në orët e mëngjesit të kësaj të shtune pati edhe ndërhyrje me helikopter nga ajri. Për shkak të erës dhe bimësisë së dendur gjatë gjithë natës, situata ishte e vështirë. Terreni i thyer e vështirësoi ndërhyrjen e forcave në terren. Situata është e vështirë, por gjithë forcat zjarfikse të shërbimit zjarfiks Bashkia Lezhë dhe të Bashkisë Vaudes janë këtu, po punojnë me gjithë forcat e emergjencës civile të policisë së shtetit, pra forcat vullnetare, pra gjithë punojësit e bashkisë janë këtu për të bërë të mundur fikjen e zjarrit. Ashtu siç e shikoni, terreni nuk është i favorizshëm, pasi ka gurë të cilat rrugullisen, por dhe era është e disfavorit tonë. Megjithatë, janë 6 automjete zjarfiks bashkë me efektiva të cilët po punojnë për shurën e zjarrit. I garantojmë qytetarët që shërbimet zjarfiks, por dhe gjithë strukturat ligjzbatuese janë në vend dhe po bëjnë të mundur vënien e situatës në kontroll. Ashtu siç ju e thatë, ne po ndjekim nga afër situatën dhe jemi në terren që të bëjmë të mundur që zjarri të fikë. Operacioni për shuarjen e zjarrit që nisi mbrëmjen e së premtes në malin e Shëngjinit ka vijuar edhe gjatë ditës së sotme. Duke folur për situatën, kryetari i Bashkisë Lezhë Pirin Dreu dhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako apeluan për kujdes të shtuar jo vetëm nga institucionet, por edhe nga qytetarët. Është identifikuar autori, mendojmë se ka bërë nga papërgjegjshmëria, që tregojnë disa njerëz duke djegur meteorina, duke djegur barë e tillë. Është koha që mos të kryejnë veprime të tilla, janë shumë të rrezikshme, koha është shumë e nxehtë dhe ne na detyrojmë pastaj të përballemi gjithë natën, po jo vetëm të përballemi me flakët, por përballemi edhe me fluksin e paragjykimeve dhe interpretimeve jashtë kontrollit të gjithë kujt që do të ekzaltohet me flakët e zjarrit. Forcat e zjarfikses, siç e shikoni, me drejtorin e përgjithshëm të emergjencave civile, me prefektin, me gjithë kanë qenë gjithë natën këtu dhe situata është nën kontroll. Pavarësisht nga agravimet e saj, kur situata nuk ka dalë jashtë kontrollit në Lezhë, për shkak të një skeme reagimi shumë të shpejtë që ne bëjmë për ta kapur situatën që në fillimin e saj dhe për mos ta lënë të agravohet. Duhet të bëj një mesazh për të gjithë komunitetin, për të gjithë qytetarët. Tashmë kemi hyrë në zonën më të nxehtë të verës, që ka të bëjë me temperaturat ekstreme që mund mos të përjashtohen për muajin korrik dhe gusht. Ndaj dhe do të bëja thirrjen që çdo zjarr sjell një pasojë të jashtëzakonshme jo vetëm për ekonominë në tërësi, por edhe për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, dhe dalja nga kontrolli sikurse i këtij zjarri të mbrëmshëm, për të cilin policia ka operuar, ka vepruar, ka arrestuar autorin dhe ka vënë në dispozicion të drejtësisë për të përgjigjur. Gjej të rastit ta falenderoj policinë e rajonit të Shëngjinit dhe të Lezhës për këtë ndërhyrje të menjëhershme dhe identifikim të autorit. Duhet t'ju bëjmë të qartë që të gjithë qytetarëve se çdo qoftë edhe pa përgjegjshmëri, pa përjashtuar edhe iniciativa të tjera kriminale, do të bëhen objekti hetimit, gjykimit dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore. Ndërkohë, lidhur me zjarrin në Shëngjin, policia ka ndaluar një person i cili dyshohet se shkaktoi flakët, teksa po diqte mbeturina shumë pranë malit.